Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për fushatën elektorale, por edhe për temën më të nxehtë të ditëve të fundit, atë të kontratës së lobimit të nënshkruar nga Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka si qëllim kryesor heqjen e non gratës së kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha. Për të folur për gjitha këto, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Romeo Kara. Zoti Kara, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Kara, si e lexoni gjithë të diskutim që është bërë mbi kontratën e lobimit të Partisë Demokratike, ku janë hedhur hije dyshimi duke qenë se bëhet fjalë për një shifër prej $6 milion? Por mua po krijohet bile për te dyshimit arsyeshëm, po krijohet një bindje që është një kontratë me probleme të mëdha si ligjore, po ashtu dhe nga ana e moralit politik. Nuk mundet blejet e kaluara me para. Nëse pranojmë që blejmë kaluarën, atëherë shumë e thjesht blejet e ardhmja. Ne për këtë po flasim për manipulim në zgjedhjeve, të opinionit, por edhe të institucioneve. Kemi një institucion në Amerikë i cili ka dizenjuar shprehmisht Berishën dhe familjen e tij si pengmarrëse të institucioneve drejtësisë Shqipëri, të shtetit shqiptar, si një rrezik kombëtar për Amerikën, rrezik për vetë sistemin, dhe si një person i cili ka frymëzuar dhe ka kryer korrupsion madhor. Pra, të ndikosh në vendimarrjen ekzekutive të Shtetet Bashkuara parashikohet me ligj dhe atje, dhe për këto kontrata parashikohet ndjekje penale. Por janë treguar të kujdesshëm që këto e kanë shprehur vetëm në media, por në kontratë nuk e kanë shprehur këto lloj kërkesa, këto lloj shërbimi. Pra, mund të jetë për këtë arsye kontrata, por në letra kanë shprehur shërbime të tjera përgjithshme që kanë të bëjnë me fuqizimin e Partisë Demokratike në arenën ndërkombëtare, me forma të tjera që lobimi mund të njojë të ligshme të tjera. Por në mënyrën se si është lidhur kjo kontratë dhe si është financuar, është për mua totalisht kundërshtim me ligjin shqiptar pak. Është regjistruar në fara në regjistrin e agjentëve të huaj, pra në Departamentin e Drejtësisë të Shtetet Bashkuara, por këtu nuk kemi një dhurim këtu nga donator shqiptar sipas parashikimit ligjor në kufirin e duhur, të dhuroheshin sipas ligjit dhe parashikimit, pra prandaj përsëris gjithmonë, në një numër llogarie të njohur nga shteti shqiptar për Partinë Demokratike, se është një shërbim që e merr Partia Demokratike. Edhe me dhunë, sikur doj dikush dhuroj para, nuk mund ta bëj atë jashtë kuadrit ligjor dhe jashtë më tepër se shifra e caktuara. Dhe nuk mund ta besoj njëri që ka dalë garant një person i cili ka krijuar një fondacion 7 ditë përpara, pra dhe palja kontraktuale amerikane, ku kërkon garanci financiare, minimumi do t'i kërkonte për 3 vitet e fundit. Është një kriter që edhe në Shqipëri e njohim, po është një kriter ndërkombëtar i ardhur tek ne. Fillon që me tendrat dhe me çdo kontratë tjetër të besueshme. Pra edhe ne kur kërkojmë dikujt për bërë një investim, i kërkojmë suksesin e tij dhe shëndoshjen financiare e tij në 3 vitet e fundit. Pastaj flasim për kontratat ngjashme të tjera. Është një kontratë e vetëm në llojin e saj, të shifrën. Është një kontratë që është bërë pikërisht në kohën e zgjedhjeve, pra në 4 prill. Është një kontratë që në momentin e parë ka një parapagim $750.000. Pra ka kaluar shifrën. Nuk do të jetë 10% se sa e gjithë shuma që ka marrë PD-ja nga buxheti i shtetit në lidhje me aktivitetin e saj. Janë para të cilët nuk justifikohen në burim. Pra për 7 ditë u bë ky fondacion dhe pastaj personi që ka bërë të fondacion del garant për këto pagesa. Pra nuk ka tregon që s'ka pagesa të veta. Edhe është fshehur mbas termit patriot. Pastaj nëse do flasim për patriotizmin, unë të paktën si një person që i kam ndjekur të politik hap pas hapi, s'po them që nga fundi viteve 70 që janë bërë vetëdijshëm,
80, po pak nga 90 deri tani, unë nuk kam parë që mund të ketë një patriot shqiptar real që të ketë një simpati të tillë të çmendur për Belerin, apo në forma tjera, të cilat domethënë mund të prekin mbas edhe vetë ata që janë patriotë dhe militantë brenda VPD-s. Kujtoj rastin e Shemsi Premçit, kur ju tha publikisht dhe Metës dhe Berishës, keni bërë një autogol edhe unë distancohem të pikë në lidhje pak me Belerin. Unë mendoj që kjo kontratë është një autogol. Në mënyrën se si është bërë, si është lidhur nga ana formale dhe si u servir nga palët. Pra ka pasur një frikë për të bërë financime këtu. Dhe fakti që fshihem pasi fondacioni tregon që financimi është i dyshim dhe për mua është një financim, besoj, do të jetë financim i vetë kësaj familje kriminale të akuzuar për korrupsion madhor. Kjo lloj shume verifikoi para gjithë shqiptarëve që po këta kanë para. Për te çdo imagjinate këta kanë bërë para pafund. Dhe këta e meritokën damkën non grata dhe të rrezikshëm për sigurinë kombëtare amerikane, jo më pa të Shqipërisë që ka marrë lumi, për sa kohë që sundojnë, për te çdojnë dëshushmërie domethënë. Këta e meritojnë vetëm atë damkë. Po dhe pjesën tjetër që de facto për mua Berisha ai ka marrë akuzën, po de facto është një proces gjyqësor. Besoj nuk do e kaloj datën 5 maj. Me lojra procedurale nuk mund të shtyhet përballja me të drejtën. E të fshihesh ti, e drejta vjen vetë pasaj. Vjen një moment kur ke bërë padrejtësi, e drejta të kërkon. Dhe nuk mund të fshihesh drejtës. Dita e gjykimit për Berishën do të vi dhe për mua ka ardhur. Pra, ka shtyrë me procedurë. Deri tani në mënyrë të padëgjuar, një seancë parapërgatitore por edhe 7 muaj. Nuk ka bërë vakim parë. Precedenti më i rrezikshëm që ne japim, drejtësi e vonuar, drejtësi e harruar. Vetëm e vetëm që ta përdori në fushat, pra nuk po shkon fushat me thelb, me një ringritje, nëse ka ringritje. Pa komplekse nëse janë akuza që nuk qëndrojnë. Por po hyn dhe po përdor dhe fushatën edhe partinë e tij vetëm për të asjansuar të kompleks, për të shmangur përballje me drejtën që mund të jetë edhe për te Shqipërisë një përballje nesër. Është një përsëritje në formën e financimit të kontratës parë, me Muzin kompani, me Binjatën e tjerë. Pra që nuk u morë vesh kur financimi, po që dolin ca firma tjera offshore, ca financime ruse e tjerë, dhe që unë mbyll padrejtisht nga gjyqtar të njihen afër familjes tij, dhe që sot janë përjashtuar nga vetmingu si padenj. Pra kemi një politik që vetëm në retorik tenton të jetë deri diku antikorrupsionit, po dhe aty jo, ka një retorik agresive, të pandryshueshme, me qasje akoma më me mlef, që mbjell dasi ndërmjet shqiptarëve, mbjell frikë për të ardhmen, dhe një financim i cili i thot shqiptarëve që ne, me forcën tonë paras, ne kemi të drejta janë që ndron ke forca e paras. Pra, burën që kanë fuqi të financojnë për te çdo lloj imagjinate, avokat fuqishëm siç mendojnë, lobist fuqishëm, të cilën në fundit janë aty për atë biznes, por që mendoj që ata do t'i përfshin nesër ligjërisht. Kjo kontratë për shumën që ka, pra është 10 herë më e madhe se një kontratë normale. To variojnë për kuriozitet shikuese nga 10 deri në $100,000 në muaj. Kjo ka kaluar $250,000 në muaj. Edhe shtetet nuk kanë financuar kontrata të tilla. Tani ne kemi drejt të dimë nga vijnë këto para dhe përse po tolerohet ky person me këto para, në këtë moment të rëndësishëm fushate, të garojë
duke u financuar në mënyrë palikshme dhe duke shkelur nenin një të kushtetues, kjo është barazia në zgjedhje. Pra kur themi financim, financimi duhet të jetë i drejtë për gjitha palët, pavarësisht që ne kemi vetëm 2 palë kryesore, që kanë okupuar të gjithë tregun politik. Po dhe këto 2 palë, edhe pala tjetër dhe PS-ja, nuk mund të rinë diferente si shpori, dhe pa treguar që dhe ajo meriton, ose ka merituar të rinë pushtet pak në deri tani, e meriton të jetë në garë për zgjedhje, për arsye se kundërshtari bën autogolin më të madh, dhe kjo parti nuk e ngre zërin, e thot këtu fushata mbaron, personi shkapur me presh në dorë, apo partia, fakti që kanë lënë mul nokën për gjë kaq të rëndësishme dhe pa i marrë leje besoj koalicionit, dhe pse është fiktiv. Ata 20 sa tjerë për mua nuk kanë rëndësi, janë bishta fiktiv, figurativ, për krijuar idenë e një koalicioni të madh, idenë e një koalicioni popullor që shpreh zemratën popullore të tjerë, po në fakt janë thjesht shërbyes dhe satelit të pavlerë të partisë kryesore dhe të Berishës, për të treguar që ne nuk mund të vazhdojmë mbi këtë, po them, autogol të madh, po ligjor me gjitha, jo vetëm moral, po ligjor. Vazhdojmë të pasqaruar të situatë. Nëse PD-ja merr një numër të caktuar votash dhe besoj po u la e lirë kështu, mbas edhe këto financime kanë ndikim e saj. Si do të konsiderojmë nesër pushtetin e PD-s? Të likshëm? Po këta druan për të prishur stabilitetin politik. Jo, ky s'është më stabilitet politik. Ky është stabilitet i palishmërisë. Ku e palishmja bëhet hapur, bëhet kroç edhe nuk ndalohet. Momenti që kapesh me peshë në dorë, bile ne parashikojmë dhe kodin tonë procedurës penale, çdo person, që nga presidenti i Republikës, kur kapet duke kryer një krime të rënda, që aty arrestohen. Pastaj ka procedura tjera që e mban apo të gjendje. Po në këtë moment kanë për detyrë të gjitha forcat politike dhe partitë e reja nuk i shoh të investohen, thonë, ne po konstatojmë një nga skandalet më të mëdha të politikës shqiptare. Dhe për të arsye, ne kërkojmë një prononcim sa më të shpejtë, mbase me task force, për të zbarur të vërtetën, dhe për këtë më shton dhe bindjen sjellja e PD-s, që ka minimumi 6 ditë, jo vetëm që nuk ka hapur temë, por ra fare në prononcime publike, në aktivitete elektorale të tjerë, dhe vetëm sot është ngritur me ulurim pasaj në mitingun e Elbasanit. Pra gjithë kjo retorik politike, gjithë çfarë lexuam, mënyrën si është ngritur, si është financuar, kjo kontratë ka probleme me ligjin shqiptar për sasinë e parave, që është jashtë ligjit, dhe për burimin e saj. Në Amerikë do ketë problem nesër për korrupsion në lidhje me funksionarët e lartë, por ata që duan të ndikojnë, po ata janë treguar kujdesen të mos e shënojnë, duan të ndikojnë në ndryshimin e vendimarrjes së ekzekutivit amerikan. Kjo është ligjërisht. Në reagimin e saj fillestar, Partia Demokratike theksoi se kjo është një mbështetje nga shqiptarët që gjenden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas doli një garantues si Nureddin Seci. Nga ana tjetër ju përmendët faktin që kjo ka shumë gjasa që këto të jenë paratë e familjes Berisha dhe jo kontributi shqiptarëve. Sa mund të qëndroj një gjë e tillë, pra që mund të jenë paratë vërtet të familjes Berisha dhe jo të shqiptarëve që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po të ishin paratë e tyre, do të ishin emër në listë. Tani besoj janë duke punuar të vënë emër në listë. Ju mendoni që për një javë mund të mblidhen $750.000 për të paguar, se thuhet kontratë që në momentin e shkrimit të saj në 4 prill, ku ka qenë, do paguheshin 3 muaj për adhënie, nga 250-750. Ju mendoni që mblidhen këto për një javë? Unë nuk e besoj. Kam të gjithë drejtën e Zotit të dyshoj që këto nuk janë para të pastra, nuk janë shqiptarëve, por janë të dikujt. Janë të dikujt dhe besoj ky dikush është një nga personat për cilët unë kam bindjen kryesore dhe absolut është personi iniciator i këtij sistemi
gjysmë demokraci, po që është anarshi edhe korrupsion i gjallë, personi i cili është bërë frymëzues, idealizues edhe garantues i këtij sistemi, që është Berisha dhe familja e tij e korruptuar, të cilës nuk i mbarojnë dhe pronat që i dimë ne, qoftë me apartamentet e fundit bler në çdo kryeqytet apo qytet të rëndësishëm të Europës, apo me pronat e fundit, me pronat pafund që kanë këtu, me pronat e deklaruara dhe pa deklaruara. Për mua ai është një nga njerëzit më të pasur në Shqipëri, është mbi këta oligarkë në themi, po kështu dhe pala tjetër. Nuk vën dyshim fare që partitë politike kryesore në Shqipëri kanë kaluar nga stadi i qenies parti politike me ndihmë organizuar politik, janë organizata të mirëfillta kriminale. Nuk duan ta kuptojnë njerëz, të vazhdojnë. Edhe keqja nuk është tektar, e keqja është që ne jemi të tërësuar si shqiptar, e kemi pranuar krimin si diçka organike tonë tani, dhe mendojmë se siç ishte këto 30 ditë, kështu do të jetë edhe më vonë. Termin patriot pasaj, po të shtojmë dhe faktin që ishte ky Berish, që nuk e njohur Ambujen, nuk e njohur Çekën, furnizoi Miloševićin me karburant, siç thuhet ka pritur dhe Arkanin dhe tjerë këtu, siç ka thënë dhe Thaçi, ish kryeministri dhe presidenti i Kosovës. Shtojnë pasaj Belerin e të tjerë. Ky që akuzoi 97 Nikolas Cage, që më pas thuhet që u takua me të e tjerë dhe shmarrë vesh me të. Ky që bëhet zëdhënës i politikave të Mavit, shovinistë greke, nuk besoj që ka patriot shqiptar që të di këto fakte dhe pasaj t'i ngeli të fakte 1 gram apo 1 grim vlerësimi patriotik për Berish. S'po them pasaj që patriotizëm është ta ruash vendin nga kategoria e shpërndarësve, të ruash institucionet, t'i ndërtosh ato edhe t'jesh i drejtë me popullin tënd, pak me popullin tënd. Ka pasur diktatorë bota, por kanë ruajtur një grim shtetari brenda vetes tyre, ka respektuar dhe ligjet që kanë bërë vetë, të drejta apo pa drejta, dhe ka pas raste që janë bindur të ligjeve që kanë bërë vetë. Por në këtë vend, Berisha është i pari dhe vazhdon me sukses Rama, që e ka servirur de facto veten si persona mbi ligjin dhe të servirësh veten mbi ligjin dhe mbi palët, në të raste, është të certifikosh veten si studimtar dhe jo si bushtet i zgjedhur me votë. Kështu që nuk kam dyshim që të paktën paratë e këtij personi nuk janë. Nga të dhënat që kam nuk mund të jetë ndryshe dhe kam bindjen e plotë që mënyra si është vepruar me fondacion, koha, terminologjia e shkruar në kundërshtim ato të thënë dhe të servirur në publik, hallin që ka Berisha dhe çfarë ka bërë Berisha këtë kohë me ekonominë shqiptare, me këtë popull, me këtë vend, që është rënuar për gjatë kohës që Berisha është bërë ky që është bërë për bindësh në fuqinë e paras politike, në fuqinë e krimit, mbi të gjitha, them që këto janë paratë e tij. Duhet të jenë paratë e tij. Prandaj duhet hetuar në detaje sa më shpejt dhe sa më udhësisht. Si mendoni, sa gjasa ka që Departamenti Amerikan i Drejtësisë të nisë një hetim në një moment caktuar kundrejt Berishës sa i përket kësaj kontrate? Besoj që kjo zhurmë që u bë dhe fakti që PD-ja nuk përgjigjet është se ata e kanë frikën se tashmë kjo zhurmë do bëj punën e saj. Publikimet besoj kanë mbajtur atje, ambasadat dhe organizimet tjera mbajnë shënim, kanë për detyrë të raportojnë. Kjo shumë është e frikshme dhe po të ishin kaq trimët sa që ishin deklarimet elektorale, le ta shkruani dhe kontratë që kanë paguar këto para për të hequr non grata. Pra, të baltosësh një qeveri paraardhëse amerikane, pra qeverinë Biden, dhe kohësisht edhe se tenton të luaj me
me diskursin që ka Trumpi për kundër Bidenit, tenton të preferojë veten ta njësoj me Trumpin, ndërsa kundërshtarin e tij Ramën me Biden. Nuk mund ta pranoj çdo shtetar serioz amerikan duhet revoltohet me këtë qasje. Pra problemet e shtetit amerikan mund të kenë qenë lidhje me taksat, financimet, politikat e tyre në lidhje me aleatët apo jo, me problematika tjera lidhur me migracionin e palishëm brenda Amerikës, por nuk besoj se ka lajtitur shteti amerikan në lidhje me këtë person. Ai po tepër që ky person nuk ka lënë pa stigmatizuar dhe pa financuar mbas edhe në rrjet, siç thuhet edhe nga vetë kontratat, janë disa shkrimet që janë financuar por ky person, që nga këto para që do servireshin pasaj si argumente, pa denigruar dhe ambasadorët e emëruar edhe nga vetë Trumpi, qeverinë e parë. Dhe kemi të paktën 2 ambasadorë që janë denigruar nga ky, si dhe ambasadorë tjerë të mëparshëm, po kemi Donald Blum edhe Yuri Kim, të denigruar sistematikisht vetëm e vetëm se ky qëndrimi institucional amerikan ka shqipti, ka qenë kritik edhe i papranueshëm për çfarë ai ka bërë dhe përfaqëson tani. Si mendoni kjo kontratë lobimi e nënshkruar në këtë kohë e favorizon Berishën në zgjedhjet e 11 majit apo ky është një autogol për vetë Berishën dhe Partinë Demokratike? Besoj çdo shqiptar që ka mend duhet ta kuptojë se të huajt e kanë kuptuar e ai bëri ato goli përfundimtar, bile për mua ndeshja është mbyllur. Por jemi në vendin e çuditërave, jemi akoma në kohën e çuditërave, për arsye se nuk kemi institucione të forta që të reagojnë kur duhet dhe si duhet. Por mua nuk ka më moral as Berisha dhe as pasuesit e tij, përfshirë dhe PD-n, që të vazhdojë më këtë fushatë elektorale. Ktu është mbyllur fushata me këtë kontratë lobimi. Nuk kam arsye, do një motiv, domethënë. Edhe po e quaj që edhe krim po bënin që po hinin të fushatë, si takon të tyni fare. Çfarë kanë bërë ti populli, nuk kanë asnjë lloj dete morale. Dete morale nuk mund ta gjejnë këta pse vjedh Rama. Ajo gjë tjetër. E kanë penguar një ngritje e opozitë të pavarur me të gjitha format, kanë hyrë pazar me Ramën, kanë bërë komisionin zgjedhor edhe për 2024, kanë bërë marrëveshje edhe për t'i kthyer, për t'i dhënë vulë në mënyrë palishme, pa drejt, kanë bërë marrëveshje edhe për personat që u dënuan njerë me korrupsion dhe të dilnin pastaj me anë të faljes, të gjitha me amnistin, të gjitha këto tregojnë që këta nuk janë fare në antagonizëm me Ramën, këta janë në antagonizëm me drejtësinë si koncept, me demokracinë si koncept, me një të ardhme tjetër jashtë këtyre dy grupimeve, të cilat ekziston në mendjet tona, ekziston teori, nuk ka ardhur akoma në praktik, po, këta janë antagonizëm me ata të cilët aspirojnë vërtet për një vend të lirë, demokratik, në një treg të lirë, se tregun e kanë marrë këto dy palë, ku qeveria ndrohet realisht me zgjedhje të lira të ndershme barabartë, sipas pikës 3 të nenit 1 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Pikërisht, domethënë, kjo kontradikt me të vërtetën universale, me të drejtën universale dhe jo me këtë që serviret Shqipëri, na ka bërë që drejtojmë në një kohë nonsensi, pasi po e kuptojmë si duhet bërë dhe akoma nuk po gjejmë rrugët dhe mendoj çdo gjë fle tek ata njerëz që nuk ndryshojnë. Zoti nuk e ndihmon një popull që nuk do të ndryshojë. Qasja jonë do të ndryshojë. Ai e tham, mielli misi nuk bën buk gruri. Nëse ne votojmë akoma duke pasur parasysh këto dy forca dhe nuk marrim iniciativa solidarizimi për nxjerr forca të reja, atëherë do të dëgjojmë e do të mbushim mendjen vetes me zor që po mund të jetë pra Berisha, të shojmë prapë zgjidhje tek Berisha. Është fukaralliku jon, shpirtëror. Edhe mendor që ne shohim zgjidhje vetëm tek Berisha dhe Rama.
dhe kemi ndarë veten në këto dy kampe, të cilat mund të jenë favor të protagonistëve të kampeve, po jo në favor të këtij vendi, dhe fakti që këta gallar janë trashur dhe kanë vajtur përtej imagjinatës në pasuri e në tjera, ndërsa vendi zhbohet, tregon që pak në kjo që them unë është e drejtë e qëndron. Besoj që Berisha për mua e ka mbyllur fushatën, nuk e di tani si do të jenë dakord dy palët për ta vazhduar, nuk pëlqen që PS-ja rrinë heshtje. Pra PS-ja do të kishte buçitur, do të thoshte ta kishte përfituar nga kjo punë. Po si duket palët duan të merren vesh prapë me njëra tjetër. Nga ana tjetër, SPAK ka bërë të ditur se do të nisë një hetim kryesisht mbi këtë çështje. A mendoni se mund të ketë një bashkëpunim në kohë paralele, po themi, midis SPAK-ut dhe amerikanëve për të parë konkretisht nëse ka shkelje ligjore me këtë kontratë lobimit të Partisë Demokratike? Po SPAK do t'i bëjnë nder shqiptarëve, historisë të vendit, po dhe vetes vet. Se nëse do të tregohet indiferent dhe të vuaj nga komplekset e politikës apo të medias rreth politikës, do të ndihmoj realisht mos ekzistencën e vet. Të dy palët janë betuar që të merren me SPAK-un nesër. Ja pra kur Zoti ja u sjell një mundësi në dorë që SPAK-u tregoj që jo, ekzistenca e SPAK-ut do të varet se sa SPAK-u do të jetë në gjendje të bëjë detyrën e tij. Ne nuk e lusim, e kemi mbështetur pa kushte, tani bëj detyrën e tij. Ne po e bëj publikisht shumë më fort se SPAK-u, të bëj detyrën e tij. Ja ka borxh, edhe pse e ka për profesion edhe paguar për atë punë, po e ka me mision. Ja ka borxh të vendit të popullit. Shpresoj që ta kuptojnë kështu dhe të reagojnë sa më shpejt e të mos kompleksohen nga kjo politikë e pa skrupull edhe kriminale nga koha e këmbës. Si e komentoni faktin që ky është rasti i dytë, nëse mund ta quajmë kështu, i Berishës, duke qenë se nuk ka bërë transparente as kontratën me strategun e fushatës elektorale Kris Lasivita, se sa e ka paguar atë? Prandaj thash, ka një mos akordim deklaratash, o ka dy kontrata, ose këto para që pretendojnë do shkojnë në kjo firmë, do përdoren për të shkuar në dorë diku tjetër, dhe Lasivita nuk ka marrë dot përsipër ligjërisht të zhbojë non-gratën, se e di që është veprim antiligjor në Amerikë. Non-grata zhbohet me vendime gjyqësore, jo me lobime. Kështu që zotëria nuk mund të nakatosi Amerikën siç ka nakatosur vendin tonë. Ai mendon se para e bën gjithçka dhe në mënyrë pacip na ka thënë ne që po vuajmë të rritën s'po gjem drejtësi në shtetin e tij, që bëri ai, po na thot ne që unë e gjej drejtësinë time, unë e bëj drejtësinë si dua unë dhe në Amerikë. Nuk ka keqardhje më të madhe për ne shqiptarët që edhe aleati ynë i madh të zhbohet nga ana vlerave përballë një njeriu të tillë. Prandaj nuk është çudi të marrin ndonjë përgjigje edhe më rigoroze nga Amerika. Ky mendon se mund të bëj diversion midis partive politike në Amerikë dhe ky ta rallisi ta njësoj vetëm, siç thash, me Trumpin dhe kundërshtarin e tij me Biden. Nuk besoj se amerikanët do të pranonin një përballje të tillë të politikanëve të tyre. Është një, sido që tjetër është ish president i Amerikës. Një mandat dhe 2 mandate ish zëvendës president. Ku botrin ky zotëria të përbuz, të përbalt një ish president amerikan. Pra, ky po luan në shmëndurinë e tij, por dhe kërkon të gjejë një vend edhe në retorikën e egër amerikane midis palëve. Por vërtet po luan keq. Ky mendon se po luan mirë, po luan keq. Edhe në gjitha lajmet që ka janë lajme të rreme, të cilat janë detyruar pasaj edhe ti mohojnë vetë. Pra po luan mbi dezinformim. Po luan tek pagesa, në kujtimin politik, flasim për vlera. Kështu që mendoj që me këtë sistem zgjedhor do t'i ecë disa kohë loja e tij apo dhe Ramës,
po me një sistem tjetër zgjedhor, pikërisht paranë e tyre do ta kenë armiku më të madh. Kur konkurrojnë vetëm vlerat dhe kur paraja shifet si antivlera më e madhe dhe si mallkim për këta. E do të jetë shumë e rëndë ajo para që kanë mbledhur për ta mbajtur në kurizë, domethënë deri në fund të udhëtimit të tyre. Ne sot jetojmë për të vënë drejtësi, po dhe për të zhbërë një pjesë të padrejtësisë dhe për të mos u tallur me të vënë. Të dy palët flasin pa pikturbi për një minimum jetik qesharak. Dhe që aty duhet dalë nga skena, dorë për dorë. Se fakti që janë këta të dy, është ky minimum jetik qesharak, që s'vlen as për ilaçe. Dhe unë i them shqiptarëve, por Zoti e ka dhënë që ne jetojmë gjithë si njerëz këtu, në këtë tokë, në këtë qiell e në këtë diell, se nuk del dielli dhe hëna vetëm për Berishën dhe për Ramën, por ne me ignorancën tonë, me frikën që kemi brenda vetes, me mungesën e kulturës demokratike që kemi si popull dhe traditës, ne e kemi zënë diellin vetes edhe hënën bashkë. Dhe e kemi lëshuar litarin këtyre dhe i kemi kthyer nga njerëz normal që dolën nga ne, i kemi kthyer në perëndi, të cilët jo vetëm kemi lejuar të na vjedhin, po detyrohen dhe vetëm të durojmë për te çdo durimi, po dhe t'i adhurojmë. Një popull mund të ketë karakter të jetë i durueshëm në luftën e tij, po jo i durueshëm në pasivitet me tragjedinë e tij. Prandaj them që smundja jemi është tek ne. Dhe ta kanë gjetur shesh e kanë bërë po bëjnë për shesh. Por marrja e parave tyre, sojsësve, dhe çfarë kanë vjedhur? Pa fund. Pronat e familjes Berisha. To janë njerëzit të cilët dëgjoni vetëm bashkë për të kuptuar, jep mesazhin me kullën, për kuptuar që këta po vjedhin bashkë me njëri tjetrin. Pra, këto janë para, por nuk janë ca milion dollar. Ca milion dollar janë një qime nga derri Berisha. Janë miliarda që mungojnë. Dhe këto miliarda, kur t'i kthejnë shqiptarëve, atëherë do të shkojnë ke pensioni, minimumi pensioni, të i barabartë minimumin jetik. Të dy palët nuk flasin për minimumin jetik, dhe ne do të trokasim edhe akoma kthejmë vëmendjen te këto. Janë këto pjesë e zgjidhjes tonë apo jo? Ato nuk duhet t'ja dimë se me çfarë ekzistojnë shqiptarë, dhe shqiptarë budallëj merren me to. As partitë e tjera nuk flasin për minimumin jetik, se nuk kanë guxim ta mendojnë, se shumica e tyre financohen nga palishmëria. Shifin aktivitetet e tyre të financuar nga palishmëria. Dhe nuk flasin për sisteme, po flasin për një zgjidhje që do vi nga personi. Pra heqim një Berishë në një Ram e marrim një tarallak tjetër në vend të tyre. Pra te zgjatje e kësaj gjëndje që kemi. Unë mendoj që zgjidhja kryesore është komunikimi me njerëzit, të binden njerëzit si duhet bërë. Dhe prandaj këta janë çatrafiluar nga votimi i diasporës. Se do të votoj dhe me mlef, po do të votoj jashtë interesit të bugës gojës edhe jashtë frikës. Ai do të jetë vot më saktë. Dhe duhet të ishte minimumi 7 deputet të ishin nga diaspora. Se ky është realiteti. Si janë shqiptarë, ashtu do të jenë përfaqësuesit e tyre. Gjysmat e më tepër janë jashtë nga votuesit, atëherë gjysma e përfaqësuesve do të vi nga jashtë. Kjo është logjike. Buhet dikush, kam thënë unë i pari, minimumi 15 vjet mbas meje. Se për këta historia filloi kur ka lindur këta. Ose kur fillojnë lojën këta. Që kuptojnë që politika është një biznes edhe adrenalin, se nuk jetojnë dot pa adrenalin. Se nuk mund të shërbesh dot i vendi dhe pa kapur poste. Fakt rrugën e vërtetës e rrugë të Zotit. Kështu që mendoj që ne jemi vetë fajtor që bëjmë sehir me tragjedinë tonë. Dhe mendoj që është më mirë ta vazhdojmë bisedën në këtë drejtim, se drejtim kontratës tyre është një kontratë në sybet, ju siguroj që jam një kontraktor shumë i mirë, bi niveli shqiptar, pe e kam sigur që po ja them,
jam specializuar dhe për të zgjidhur mosmarrëveshjet kontraktore ndërkombëtare, edhe për arbitrazh. Kam treguar që aty u kam marrë pjesë. Kam përfaqësuar si duhet, kam trajtuar si duhet. Kjo është një kontratë në shkelje të dy ligjeve. Duket në formë sikur është bërë në bazë të ligjit amerikan, por është në shkelje të dy ligjeve. Dhe besoj që do të filloj erë të abon, po edhe shumë shpejt, edhe një investigim në Amerikë. Sado që jam kujdesur që aty të mos e shkelin. Por duke bashkëpunuar dy institucione, dhe besoj kjo do të jetë puna parë e sfakut, bashkëpunim me institucionet amerikane, një hetim këtu do të nxjisë një hetim atje. Pra një hetimi këtu po fillon, dhe hetimi atje. Dhe po të shohësh ka rënë një hije zezë edhe e gërstie tek Berisha. Pikërisht për të ndalur paksa te kontrata dhe pjesa e investigimit, si e komentoni fakti që këtë kontratë nga ana e Partisë Demokratike e ka nënshkruar Flamur Noka dhe sa rrezikon vetë si person Flamur Noka në këtë rast nëse nis një investigim në rastin nëse gjendet shkelje ligjore? Po do të rrezikoj Flamuri. Një çështje e tillë mbyllën në gjykatë Tiranës. Këtë zë mbyllën dot. Ajo që kishte të bënte me Lulzim Bashën. Po, ishte edhe me persona të tjerë. Dhe fakti që është e njëjta rrugë tregon që s'pas ka qenë Lulzim Basha. Edhe unë besoj që do të jetë me shumë pasoja për Flamur Nokën kjo kontratë për këtë mënyrë. E ka pranuar vetë para 2 javësh, mos gaboj, domethënë që unë e kam nënshkruar kontratën me La Civitan, po në fakt nuk që kam me La Civitan. Në një emision, nuk e di tani, a ka qenë te Eni Vasilja diku tjetër, po ka thonë, e kam dëgjuar që ka thonë, unë e kam nënshkruar këtë kontratë me La Civitan. Dhe është deri në fund të vitit, tha, nuk tha që është edhe 2 vjet tjera. Pra këta e di që janë hall. Këta e din që nuk mbaron halli i tyre me votën që mund të marrin këtu. Pra dhe nëse do të fitoni, do t'i mbanin zvarr shqiptarët dhe për muaj tërë pas zgjedhjes tyre, me shpresën që fitoria e tyre do të ndikonte të bënte presion pranë administratës amerikane për ndryshuar qëndrim. Pra fitoria e vota këtu dhe paratë e paguara atje, ka menduar strategët e mëdhenj, do të bënin të mundur zgjidhjen e hallit Berishës. Pra janë para që janë dhënë për hallin e Berishës dhe besoj edhe nga Berisha. Dhe kusuret t'i paguaj Muli, po mund t'i paguaj dhe Berisha. Do të shohim pastaj si do përgjigjen palët. Lidhja me Tropojanin Seci e tjerë, mund të dalë lidhja, njerëzit mund të flasin, nuk lejon njëri në Amerikë, do t'ja marrin fatuar një zotërisë, dhe më thanë që shet dhe brava, dhe numërojnë dhe brava, edhe drynat dhe çelsat, edhe pastaj do shohim. Është institucionat që quhet IRA, që të numëroj gjitha këto, edhe pastaj do shohim. Do të tregoj Berishën apo jo. Mund të hapen përgjigjet të tjera, ka forma të tjera investigimi, përpara si kanë bërë paratë të tjera. Po që këta kanë investuar para jashtë shumë nga paratë shqiptarëve, kjo është e ditur. Kanë mbushur offshore në paratë shqiptarëve. A mendoni se tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të vendosin në shënjestër 2 politikanët kryesor, po themi në Shqipëri, Sali Berishën, i cili është vendosur, po themi, në shënjestër me non-gratën e tij, por nga ana tjetër edhe kryeministrin Edi Rama, sa i përket faktit që dyshosi i përfshirë në aferën e ish agentit të FBI-s Charles McGonigal. Unë besoj, besoj se janë shënjestër të tyre. Njëri është i siguruar në gjitha format, është dhënë mandata që nga Departamenti i Shtetit, u përcollë nga ambasadorja e fundit, Yuri Kim. Shpresoj ta mbaj fjalën kur ka thonë që me non-grata do të hani vetëm bar. Shpresoj që të jetë një fjalë e fortë dhe ta mbaj fjalën. Po kështu Ramën e shoh si pjesën tjetër të këtij establishmenti ku gjysma është Berisha. Mendoj që edhe sundimi i tij politik po i vjen fundi ose duhet i vi fundi. Shqiptarët janë zgjodhur,
ne nuk mund të jetojmë për egon e pushtetit as Ramës as Berishës. Bile përkundazi them që në politikë duhet militojnë njerëz që kanë tejkaluar egon e tyre të pushtetit. Njerëz që e shohin veten si shërbys dhe jo si zotër të fateve tona. Zoti i fateve tona do të jetë vota, por vot me sy të hapur, me mendje të hapur dhe larg frikës të këtyre çakeve që kur ju bie qetësia dhe bie perdhja e mashtrimit tyre, dalin prapë te kërcënimi. Kërcënimi është thelbi, frika është thelbi i sundimit tyre. Që të ruajnë të gjitha favoret që kanë dhe pozitat e tyre. Kështu që nuk do të jetë larg dita. Por e rëndësishme është që shqiptarët çfarë qëndrimi do mbajnë përballë këtyre dy personave. Çështja e kontratës duket se ka nxehur gjakrat brenda PD-s, pra i ka tensionuar deri diku, mund të themi, nisur edhe nga gjua politike që po përdorin përfaqësuesit e saj. Përmendim këtu Tomo Realizotin, i cili ka kërcënuar socialistët se do t'ju ham të gjallë nëse prekni votën apo shkoni nëpër shtëpitë e qytetarëve shqiptar për t'i detyruar ata për të votuar për Partinë Socialiste. Ju si e lexoni gjithë gjuhën e përdorur, qoftë nga Alizoti ditën e sotme, qoftë nga Berisha, por edhe nga kryeministri Edi Rama, që shpeshherë i ka quajtur burrat e Shqipërisë si çyryk. Jo, çyryk jemi ne, përdesa i mbajmë kurisë ta, çyryk jemi ne. Megjithatë, dardha ka bishtin brava. Kush do dalë çyryku më i madh dhe e shohim pastaj. Se kjo jetë është provë, si për ne që mbajmë këta sundusin kuris, por dhe për këta sundusit e mdhej, që mburen gjatë mdhej duke na sunduar në çyrykve. Dhe nga njerë prova e pushtetit, bardhi është më e fortë se prova jonë, duke mbajtur ta në kuris. Këta do mbajnë dhe hallet tona nesër. Këta mendoj që nuk ka zot, që janë këta. Unë mendoj që ka një zot. Dhe si besimtar, më vjen keq që në Shqipëri ka folur Lon Bylyri me shok në politikë, nuk ka ngel fundërin njerëzore nga shoqëria shqiptare pa bërë karrierë politikë dhe t'i gëzojnë këta që na thonë çyryk. Dhe nuk kam parë thonë besimtarët fjalën e tyre. Dhe për sa kohë janë të kënaqur të mpirë nga klerikët si për tyre, për llogari të oligarkëve, si janë të kënaqur me sundimin e këtyre, pra aq kohë do vuj Shqipëria. Ky vend themi ne duhet shkojë në rrugë të Zotit. Kush ka ca kushtetuta morale, të cilët janë forcuar, fosilizuar dhe të pandryshueshme e pranuar për gjatë qindra e mijëra viteve. Po të shohësh, PD-ja nuk i përket këtyre, edhe pse tenton të jetë ke partitë të djatha, me ato konservatore, popullore, demokristjane, po baza e politikës e Europës e të Amerikës është kjo kolonë morale e fortë. Kur ne të kapemi pas këtij litarit të Zotit, pas moralit, atëherë do gjejmë zgjidhje, atëherë do kuptojmë që kemi qenë vërtet çyryk. Kemi qenë miop. Po si mund të bëjmë ne se hir, po ne po them përçatën ne me tragjedinë tonë. Megjithatë, besoj Alizoti po të ishte në një vend tjetër normal, do t'i kishte dhënë fund paktën këtij momenti të karrierës së politike në këtë fushat. Kush do të ishte në forcën e tij politike, shefi i tij apo një komision etike që duhet ta kenë partitë, që nuk e ka, dhe partitë e djatha duhet ta kenë. Unë mendoj që duhet ta kenë, se kanë kërkesë në organizimet e tyre të tjerë, duhet mblidhet i thoshe zotëri fatkeqësisht ju çmende, ose ti rrezova të perdën demagogjike që kishe, pasi qenë i tillë, ne nuk kërkojmë të nxisim luftë civile në Shqipëri, të bëjmë dasi, se pikërisht kjo ndasi artificiale po notojnë këta persona. Unë nuk i ndaj shqiptarët
në demokrat e socialist, unë mendoj që ata që zotrojnë të parti, stafet kryesore të tyre janë të padenj për të qenë qytetarë të Shqipërisë. Jo më pasaj të jenë universitarë. Këto parti të dyja bashkë kanë kusurin që në kanë quar këtu ku jemi, por mua janë klanet në gjithë zbanë politike që ka marrë për Shqipërinë, ka pushuar Shqipërinë. Unë, shqiptarë, do t'i ndaja në të mirë në të fëqisot, jo demokratë socialistë. Kjo ndarje favorizon të establishment dhe këtë sistem që jemi. Do t'ishte më e mira që t'i ndanim në shqiptarë të mirë dhe shqiptarë akoma më të mirë, pra garat bëjnë në fushën e të mirës. Por sot, fatkeqësisht, garat bëjnë në fushën kush është më i keq. Dhe më vjen keq ta them, se njerëzit paragjykojnë, rikthimi te Berisha është vrasje përfundimtare e shpresave. Pra, riciklim i të keqes. Për këtë punë i mshoj që ky person duhet dali nga loja, e të shohim pasaj a do luaj Rama kaq lehtëshëm me çurykët apo jo. Por në dhe për mua, në backstage, jam bashkë në mënyrë absolute. Bashkë në biznes, kur votojnë kodin zgjedhor, bashkë pra mekanizmin e mbajtjes lojës në këtë sistem, tregoj që janë bashkë në gjitha tjera. Kush do të hyjë pasaj me informacion tregjeve, karburantit, ndërtimit, të këtyre, do shohin që janë bashkë, kështu që të mos qesmon, pasaj një masë pa dhëmë si Arizoti nuk mund të hajë shqiptarën. Dhe po shkojnë atë të tim, pasaj do të ngjelin puplet ati, po të ri atje, të mos frymëzohet përpara turmës, turma të egzalton, unë e di këtë punë, por si djalë më modern mund ta kishte përmbajt veten. Besoj se dhe ai e mbylli të paktën këtë garë elektorale. Nuk ka më drejt të dalë në asnjë miting tjetër. Nuk kemi nevojë në shqiptarë për këto shfryrje, për këto psikopatira, për njerëz të cilët nuk e kanë veten në dorë. Këta do votojnë për mua nesër? Këta do votojnë? Ato mlefe që ka me ato, i zgjidhi problemet e vitit 44, vitin 2024 nuk zgjidhen më. I kishin zgjidhur atëherë. Nuk rishkruhet historia sot. Këtë do bëjë dhe Berisha. Të fshi historinë e këtyre viteve para. Nuk bëhet. Nëse ai ka mlefe, ka probleme, shkojt me kohët, por të mos i bëhet një dhimbje koke shqiptare. Boll kemi Berishën dhe Ramën. Çfarë mesazhi kërkon të jap Berisha teksa ju është drejtuar grupeve kriminale, kryesisht bandave të Elbasanit, që mos tentojnë të intimidojnë qytetarët për të votuar për Partinë Socialiste, apo dhe vetë Taulant Ballës, për të cilin tha se do ta shpallë si organizatë terroriste bashkë me bandat Elbasanit. Por çfarë ka thënë edhe e ka bërë Berisha. Në gjithë tani kur flasin këta njerëz që kanë qenë pushtet edhe aktiv, ne nuk marrim, do të shohim sa është diferenca e fjalës me veprën. A erdhi në 2005 për me duart pastra, do merrte buldozere, ruspe, etj. A foli kundra Taçit dhe pastaj bëri Toçi edhe bëri bashkëpunëtor me familjen e tij? A mund t'i besosh më Berishës? A mund të ketë më lidhje dhe kuptim dhe nder termi fjalë me termi Berish? U besoj që ja. Një Berishën ne do ta vlerësojmë thjesht nga ajo që Berisha ka bërë. Berisha të ka kërcënime. Berisha po që për banda, Berisha let kujtohet çfarë raporti ka pas me bandat e Tropojës dhe emrat e kasapan që është bërë në Tropojë. Kjo është gjekatar, unë e di. Që kërcënon, unë e di. Po në fundi çfarë është kjo jetën? A ka jetë më të neveritshme se sa ta jetosh me frikën e Berishës apo të Ramës? Kështu që lifshur qoftë kjo jetë, më thënë, nëse qen ka për të jetuar në frikën e tyre. Nuk ka çliri më të madh kur i del përballë tyre, e i thua bujrëm, hajde bëhe realitet. Se nuk ka frikacak më të mëdhej se këta dy, nëse kërcënojnë këta, për i marrë të dytën. Më thoni kriminali më të madh
e të jap karakteristika. Pra, a ka kriminal që nuk e njohin këta personalisht? Po si u bërta kriminal? Në sundimin e kujt? Si u zhvilluan këto banda? Në sundimin e kujt? Mendoni vetëm gjë, 2013, që nga 2011 kur ndodhi 21 janari, e këtej Berisha është bërë xheloz për Ramën se një pjesë të fortë dhe ka lënë ke Rama. Ky ishte fillimisht. Ka lënë tek ai. Pra këto banda u rritën, u frymëzuan dhe na bërë tani dhe biznesmen, ka marrë dhe koncesione e ku ta diun biznese të tjera të rëndësishme, edhe po pastrohen me demek në sundimin e tyre. E tani akuzojnë një tjetër për bandit. Po asgjë nuk janë këto banda krahasim me çfarë vetë ta si bandë. Se janë bandë që kanë pushtetin dorë dhe paranë e kanë këta. Harrojmë ne që ne besojmë që këta jetojnë me ato rroga të tjera. Ja ku dolin. 6 milion tani. Po sa ishin këto me pound në Britani, për të rëzuar në gratën britanike, po sa ka paguar Shkëlzeni me gjyqin në Florida kundër Guy Larson, sa bëjnë të? Apo s'kemi që bëjmë, kërë bërish tani, nuk quhet, dhe për çfarë flasim? As ka një, nuk krijon revolt kjo? Po mu shqiptarët kishin parë, po dëgjoj, me një biçikletë që se meritoi të vjedhur, do ishin mërzit shumë. Po për këtë, e thonë, i marrë keqin giganti, po shumë e gjithë gigantin. Se unë i marrë keqin një që është më mirë se unë. Po për çfarë është giganti? Për çfarë do bëj Shqipëri mallësore? Ai vetëm gjëka për mallësore. Sakatimin në Shqipërisë, vjedhjen dhe sundimin. Pra, kthimin e vendit në një po ta qymë në ishull piratës. Lebetitën e shqiptarëve, vrasin e shpresës. Ai është mallëstor për liksira. Do bëj Shqipëri mallësore, vjedhë ato të Trumpit. Po, mirë, ky është idiot edhe është në hall të madh, ose ka humbur sensin e realitetit. Po ne që ligjojmë këtë çfarë jemi ne, po ata që shkojnë brapa. Ata i dhe ke Rama. Ore, nuk mund të ketë ky merit të keqja tjetrit. Ne flasim, a është ky kështu i tillë dhe Rama i tillë? Po. Pse i shkon nga mbrapa? Pse bojkoton fare? Por kanë lidhur një pjesë jo të vogël të njerëzve me interesat dhe prezentele, s'dun t'ja dim. Se Tren Sabinit isha hapur mendja këtyre. Jo, këta nuk dun t'ja dim. Atëherë duhet të flasim si që flasim troç. Inshallah ju dhem koka më tepër, po inshallah them kjo batërdisje që ka ky pomorit Zoti e bën që të kthehet Haj Berishën parë. Taj, e ka për t'i bën mirë po taj. Avokat, dhe i pyetje fundit, si mendoni cili do të jetë fati i Berishës? Mos paroj të hajë Ramën pësaj. Po s'u ngop me atë. Me gjë më i gjatë. Si mendoni cili do të jetë fati i Berishës dhe Ramës nga këto zgjedhje dhe i shqiptarëve në fakt, nisur nga ajo që mund prodhoj 11 maj? Unë shoh që janë të friksuar edhe për herë të parë njerëzit, biseda më e madhe me njerëzit është për këtë votojnë. Kjo është, tu fillon çare. Le të kërcejnë të bëjnë këto sikur janë të sigurt, të dy palët. Të dy palët e dinë që po fillojnë aktor të rinj. Ajo çarja e parë vjen me plasaritje, me çarje të vogël, po pastaj shpërthen. Ndihmuar dhe nga një efikasitet i sistemit zgjedhor, të rast po flasim për spakun dhe gjë kohën. Pra mendoj që sundimi i tyre po vjen fundit, to zgjedhje nuk do prodhojnë zgjidhje, do të kemi zgjedhje të tjera shumë shpejt. Dhe shqiptarëve, gjithë qytetarët e vetëdijshëm duhet t'i ofrojnë një alternativë. Së pari alternativë mundësisht popullore, të drejtë, ku filloj me hallet atyre njerëzve, të cilët nuk kanë minimum jetik, dhe këta persona nuk e vendosin. Jetoj shqiptarët as me 200 dhe as me
500 euro në muaj pension nuk jetojnë dot. I kemi kthyer prindit tanë në lypsat tanë, të brezit tim e aty që jam më të rinj. Shumë shpejt do vi dhe mua dita të dal pension, po pa dignitet nuk dal pension. Unë kam darë mendje, varet çfarë tjetër do bëjnë njerëz. Këta halli tyre u zgjidhka me 6 milion. Po ku janë të parat e shqiptarëve? Dhe siguroj që ai që mungon që shqiptarët e ndershëm, po dhe të pavetëdijshëm, për gjithë e tyre, është me tek pritës të këta, të banda politike. Pse nuk flasin këta për të dy palët? E pyetën Mul Nokën, i thanë, a është Zamiri, Bashkimi, Shepqeti, oligark? Jo, tha, s'është oligark. Se janë oligark. Atëherë pse ndroni kot PS-n? Çfarë do bëni? Si do bëhet rishpërndarja e pasurive? Pse s'flasin këta? Takse shesh, mërzise sot. Në çdo manual politik, lexosh, kur ka ka vajtur para të duart e oligarkëve. Unë po t'jem taks progresive të sakt, por rreth parë edhe me drejtësinë. Ai që fiton më shumë të paguajmë shumë. Jo të gjithë njësoj. Partitë e djatha mund të jenë përfaqësues të industrialistëve, komercialistëve e tjerë. Po të flasësh të hysh në fushat me kartën e minimumit jetik dhe pensioneve, e të flasësh për taks shesh, hy maskarallik. Dhe njerëzit nuk e kuptojnë. Se ne s'kemi kulturë politike, ti thonim njerëzve që, shiko, që në shkolla, këto janë rrymat politike, këto janë programet, kjo është pjesa e majtë, kjo është pjesa e djathtë, kështu veprohet, jo, ne nuk i kemi këto. As edukim fetar s'kemi, edhe kemi një popull të pavetëdijshëm për çfarë voton. Nuk mund të ketë një familje me 4 veta Shqipëri të ardhur më pak se 22-3.000 euro në vit. Këtu do të jetë kufiri, i gjen ku duan. Edhe pse nuk i kishim dhe tani kush e ka fajin, kush e ka kusuret, kush e ka përgjegjësinë. Edhe ti po më thua mua, unë do të jap ty atë që s'ta dhash. Të dy palët. Për të arsye mendoj që duhet jemi më të vetëdijshëm. Është idiot ai shqiptar që realisht mendon që Shqipëria do bëjë harë me këta. Ne duhet shohim, e para një nuk janë as të artikuluar për të bërë idiot pambarimisht. As të lexuar dhe në të pikë sa ishen. Se mbajnë qyryk rreth vetes që nuk flasin, e nuk hapin gojën, e zgërdhien. Jo gjithë populli qyryk. Unë kur shoh shprehjet e tyre nuk kuptoj ku ka ndaluar edukimi i tyre. Këta kanë lexuar diçka me pikatore, këta kanë informacion. Si bën ndërsilliku brenda Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, në Ballkan këtu. Po të lexuar, kultivuar, për të thënë që këta janë njerëz që njohin mirë rrymat politike, njohin mirë mendimin politik, të tre bashkë, çfarë janë? Po merr ta 2 dhe 3 bashkë. Nuk ka lexuar as 50 faqe nga Kanti. As 30 faqe nga Hegeli. E dhe kisha dëgjuar, të 3 bashkë. 4 sa bëjnë. E këta të rinj pasaj që nuk din as historinë e 200 vite të fundit të Shqipërisë. Që pa e ditur se çfarë kemi kaluar këto 200 vite shpërbërje, për ta ditur mirë ku do të çojë Shqipërinë. Kështu që mendoj të shohim jashtë këtij sistemi antivlerash që është pushteti, edhe opozita bashkë. Kjo do të jetë nesërmja një alternativë morale, ekonomike dhe patriotike, ku në qendër të jetë familja dhe mbi të gjitha të jetë ekzistenca e njeriu dhe pastaj pasurimi i tij. Njerëzit kanë vetë ekzistojnë. Dhe t'ja u zgjidhë shtetit të gjitha. Edhe ata që kanë bërë masakër me reforma shëndetësi, dhe nuk kemi shëndetësi, e gjitha do t'i paguajnë gjithë më radhë. Do të kemi një mbushje të buxhetit shtetit me mallin haram që kanë marrë këta. Dhe për të arsye, të mos e
mos u mërzisi se nuk e hanë njëri tjetrin këta, ta vdesin për njëri tjetrin, kur dalin një forcë e re me këto mendësi që them unë, dhe që atë që thot e beson dhe e bën, atë e do shohësh ti si do acarohen këta, po do shohësh se sa trima do dalin pastaj. Tani për tani duke qenë që ajduti shën ajduti, gjithmonë janë trima me njëri tjetrin. Po t'ja thot njeriu ndeshët, e shef pastaj. A e thot apo s'e thot, dhe a e bën apo s'e bën atë që thot. Zoti Kara, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë falenderoj ju. Kalofshi mirë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.